Socialdemokratët akoma nuk prononsohen se cili do të jetë hapi i tyre i ardhshëm pasi siguruan shumicën parlamentare për formimin e qeverisë. Megjithatë, ata nuk e morën bekimin e kryetarit të shtetit. Sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Oliver Spasovski nuk dha përgjigje precize se a do thirrin kuvendin për të mbajtur seancën në të cilën do të mbrojë kryetari i kuvendit edhe do të shpalleshin zgjedhjet vendore. Edhe sot, përsëritjes se Gjorgji Ivanov është i obliguar t'ju jap mandatin për formimin e qeverisë. Gjatë kësaj periudhe do të bëjmë çmos duke i përdorur të gjitha mjetet e mundshme demokratike dhe ligjore të realizojmë këto parime kushtetuese dhe të formojmë qeverinë e re. Njohësit e funksionimit të pushtetit vendor paralajmëruan se me shtyrjen e zgjedhjeve vendore do të krijohej zbrastësi institucionale sa i përket pushtetit lokal. Këtë në një farë mënyre konfirmon edhe njeri i parë i qytetit të Shkupit, i cili nuk e përjashton mundësinë të paraqitin implikime ndaj punës së komunave në rast se kryetarët e ri të komunave nuk zgjidhen në kohë. Nëse mandati i kryetarëve të komunave dhe këshillave komunal nuk vazhdojë deri në fatin e paraparë për të funksionuar, atëherë ekziston rrezik që të kemi probleme në funksionimin e komunave dhe të mos kemi organe për të vendosur. Profesori universitar Borçe Davidkovski thotë se qytetarët kanë për të ndjerë mungesën e pushtetit vendor. Do të pësojnë qytetarët, edhe pse me anë të kodit zgjedhor do të vazhdohet mandati i kryetarëve komunal dhe i anëtarëve të këshillave. Megjithatë, mendoj se këto do të ishin jo legale. Do të pësojnë qytetarët të cilën një pjesë të madhe të drejtave të tyre i realizojnë përmes vetëqeverisjes vendore. Sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, kryetarët e komunave dhe këshillat komunal kanë mandat 4 vjeçar. Nisur nga kjo, mandati i kryetarëve të komunave që fituan në rrethin e parë zgjedhor vlen deri në fillim të prillit, ndërsa ata që fituan në rrethin e dytë zgjedhor, mandati do t'ju vlejë deri në javën e 3 të prillit.